ku i kem përfaqësuesit tanë që janë të lidhën në pushtetin Malazijas? Pse ata jo me ne? Apor, dihet pse s'janë me ne e s'janë këtu. Se i shërbejnë Malit të Zi në nivel dhe ashtu si i konvenon Malit të Zi. Si mi i suajt ata? Dashamin të Malësis? Për komin e vetë? Për trojt e Malësis? Për komunën e Malësis? Jo, besa. Jo, tradhtar, nuk do të me i suajt. Se ka ardhë fjalla tjetër me bukur. Njës të peshqeshuëm, që i hanë peshqeshet, e nuk i thqët, nuk i thratë, më jo mu të tradhtar. Mere peshqeshin, për ty ka me ke mirë, mos zanë për Malësi. Kush marë kujdes Malësis? Ti e fëmija tu kanë me pa mirë. Pa kem në vota? A kem? Po ti janë ty në që i va kem në votat, a votat me e shqit Malësin, a me i dalë zot Malësis? Po vdes ju. Jo, me e shqit. Ata me në nshkrua, se ja kem në votën, thot janë vetë zoti i tokë. A e me të këto komisionit me vënë kufit e Malësis. Ha ka me të Malësia në 2-3 vetë, me në nshkrua të punë, me vënë të punë shesha. Po pas ka me të. Nuk duhem me qovë zanin. Nështë të paracit që njerëzit me diskutua që janë ma me shnet, e ma me kivet, e ma me ven e punet, vetë s'pa që me diskutua. Por me të me në heshtje vorrit. A rrihet në heshtje vorrit gjithmor? Jo s'prihet. Se të gjithë këta përfaqësuesit tanë, pa marrë parasysh se në cilat parti politike janë, kinë menua për Malësinë e Madhe. Kinë menua për Malësinë e Madhe, kinë tha i ditë duhen me dalë prej, veneve të punës që janë, duhem me shko me Malësinë, me bashko Malësinë, me bisedua e me të vetë Malësinë, qka me banë? S'ka nevoj, se raft e mirë ata e kanë mirë. Komuna urbane, një bashkësi lokale me madhe, me të godit do dokumentat vojlje tu, edhe pare pak, buxhetas pak, se nuk është komun në nivelin që duhet.